video virale të japën rreth 100.000 euro, më duket, po, 100.000, edhe është një qek këgja i lartë, një shumë këgja i lartë, ofruar për një artisti si Butrindi, por që për Butrindi në mbësoj që nuk janë 100.000 euro shumë, të pas parasysh krejt ato karjerën e ti, muzikën edhe krejt këtë situatë, por diçka që am ka bu përshqipja është se njerëzit janë shumë aktiv për këtë sfidë, edhe shumë video cilët veç janë bu tashmë me këngët e Butrindit, desha apo s'deshte me dëgju albumin e Butrindit, paktën në rrjetet sociale pa dalë një video prej njerëzve cilët veç e kanë bu këtë sfidë, nuk mundet me ndodhë. Një prej sfidave që faktikisht është përmend kohëve të fundit shumë është një prej influencerëve cilja e ka bu në rrjetin social TikTok, që ishte një video cilën për njëve shqiptarët, ka qenë diçka që se kemi prit me ditë kush është burri saj. Që për mu s'ka qenë as pak interesante. Dhe për njerëzit që ka ndjek... Gjithsesi ka qenë, është fjala për rritën, edhe në këtë rast, ajo ka qenë gjithmonë private saj përket kësaj pjese, me qenë se edhe e ka thënë në pjesë tjera që... Po besoj jeta private, mbetet private, edhe nuk ka që ka intereson njerëzve me di, por që kanë pas reagime tilla, sepse po e lanë rritën një burë me bu këto, edhe reagime të shqiptare. Reagime shqiptare. Edhe ka qenë një interes i madh, po besoj krejt ato klikime nuk janë prej njerëzve të vendeve të ndryshme, po janë prej shqiptarëve cilët veç kanë dashur me pa burrin e rritës. Ka qenë një video që me të vërtet, ka marrë burin edhe unë i them që me të vërtet e ka meritu, të themi si fitore të Butrindit, por që pak ka fundi ndryshoj situata, ato e pas parasysh që u diskutu shumë për një video të cilin e publikoj ditë më pare, e tashmë e fshirë, që nuk e as pak në një gjendit të mirë, por që hyri për të themi kështu kërku likes edhe views në video në fundit, të e pas parasysh që pati një rast tragjik në familjet saj, nuk ka qenë një situatë fort e mirë edhe faktikisht nuk vjen as pak mirë me diskutu tashmë, se të e pas parasysh reagimin e saj cilinve që ka bu në rrjetet sociale edhe ka kërku falje, po besoj që të njëri ka bën, po besoj edhe Rita ka qenë një gabim. Nuk është gabim i falshëm me ato cilin e ka bu Rita, po të ke fundja jemi personat e fundit cilet mund me gjiku Ritën se çka ka bu. Është zgjedhja asaj edhe është mënyra asaj se si mendon një person që mi fitu 100.000 euro. Tash, mos të themi veç të Rita,